Lënë e pashtu të shfrytëzoj këtë rast që të shpreh keqardhjen dhe indinjatën e kundërshtimin e madh për ndalimin arbitrare të padrejtë të ish policisë të Kosovës, Arnor Spahiu, i cili po mbahet nga regjimi serb në mënyrë të padrejtë, po për më shumë të shpreh pakënaqësinë me mos reagimin institucional, me mos reagimin e qeverisë Kosovës, e cila ende asnjë fjalë të vetme nuk e ka thënë për ndalimin jo vetëm një qytetari që do duhet, po të një shërbyesi të Kosovës, një prej antarëve të forcave speciale të policisë Kosovës, të cilat kur ju duhen me gojën plot i ngrisin në qiell me lëvdata meritore, ndërsa tani nuk e thonë asnjë fjalë s'paku për t'i ngushtuar familjarët e tyre. E kjo është më e pakta sepse në fakt qeveria dhe institucionet do duhet që aktivisht të merreshin me lirimin sa më të shpejt të Arnor Spahiu. Fras me këtë rast në bashkinë ndërkombëtare që të ndërhyjnë, që të ushtrojnë presionin e tyre për të liruar këtë djalë të Kosovës, i cili atje po mbahet në mënyrë arbitrare dhe të padrejtë.